Avokat, po rastin e fundit të Ballukut, mendoni që ishte iniciative vetë SPAK-ut, denoncimet e PD-s, apo brenda lufta nga PS-ja, apo erdhi përtej oqeanit? Janë që të tëra bashkë. Po si janë bërë gjitha në një emërus? Tash veprimet e saja dhe puna që bën ajo dhe gjurmët që lë ajo, patjetër që kanë fokusuar këta në një pikë, janë disa rreze që janë konverguar në të njëjtën vatër. Dhe ajo është, e di vetë se është apo s'është përgjegjëse, e di vetë si ka bërë, si ka bërë të tëra detyrat që janë ngarkuar, po ajo që dim neve është që ajo nuk shpohet në asnjë gjë, megjithëse bien kambanat edhe daullet edhe artilleria edhe me topa po qellohet për të vënë në dieni popullin shqiptar se çfarë po bëhet me tender, me rrugët e saj, jo me tendera, me rrugët, me parat e rrugëve. Ku vjen, se nuk bën makinë asnjë të botës që të kushtoj 1 kilometër autostradë 25 milion euro. Nuk bën makinë të na gjen një vend tjetër. Këtu është thënë kaq, edhe ka mbetur kaq dhe e di qeveria, e di Edi Rama, e di ministria. Kjo është situata, sepse shqiptarët janë mësuar që s'ka gjë se e di partia, e di qeveria. Në mbron qeveria. Nuk e kanë kuptuar shqiptarët që armikun kryesor këtyre kanë qeverinë. Avokat, çfarë ndodh nëse pas fletëthirrjes së parë nuk paraqitesh? Asnjë gjë, të vjen e dyta. Kësaj do të vjen e dyta, e treta s'do vjen fare. Dëgjoj, edhe një herë, nëse nuk paraqitesh me ligj pas fletëthirrjes që ka ardhur, vjen policia dhe të merr zvarr, të tërheq zvarr. Mirë po, kur ke kryeministrin me vete, policia është e bllokuar, është e paralizuar. Pra ndryshe nga të gjithë rastet e tjera, Tahiri, Beqaj, Veliaj, me më the thash, këtë rast ju thoni që nuk do ta lëshoj. Nuk mund ta lëshoj. Ose do ta lëshoj nëse i vjen batareja nga Washingtoni me Gonigalli, që të akuzohet vetë. Atëherë ishte detyruar e ka lëshuar automatikisht dhe do vend të tërë atë ku duhet, para ligjit. Po deri tani sa kohë që Edi Rama është kryeministër, ajo nuk pëson gjë. Praktika e deri tani me këtë ka treguar. Pra për momentin nuk lëviz as nga posti i vendit kryeministres, edhe do vazhdoj historia. Është rehat viste e qetë fare sot dhe buzëqeshur shumë bile ishte veshur dhe me një xhaketë roz. Është në rregull ajo. Ajo thot gjithë bota dhe të thonë e ka mirë me të zonë, tha njëra njerë. E akuzuan një fëmër se lëviste. Edhe tha gjithë bota dhe të thonë, tha e ka mirë me të zonë. Domethënë derisa s'më thot gjë burrin, tha jam në rregull me të edhe e kam të zgjidhur problemin. Edhe zonja Balluku. Gjithë bota dhe të thonë e ka mirë me të zonë, dhe i zoti në këtë rast është Edi Rama. Por në fundit edhe prezumimi pafajësisë avokat, se ne po flasim kuadrin e... Aktualisht e pafajshme është ajo që të fajtore vetëm kur ta vendos gjykata. Por ne themi për këto parat që kanë ikur dhe që nuk dihet se ku vjen, ka përgjegjësi direkte ajo, Ministri i Financave, cili do që të jetë Ministri i Financash, dhe Kryeministri. Këta e kanë përgjegjësi. Avokat, për në këto 30 vite, nëse këto para do ishin brenda vendit, do ishin investuar, do kishin parë në gjë të ishin ngritur. Ja të them unë, do kishin përfunduar rrugët dhe do ishin bërë moderne në të gjithë territorin e Shqipërisë. 1. Do kishin shkuar pensionet e pensionistëve minimumi 400-500 euro. Do ishte rritur niveli i varfërisë, si thonë, përmirësimi i jetesës. Jo, prit. Do ishte ulur indeksi i varfërisë. Do ishte përcaktuar saktësisht niveli i minimumi i jetesës. Minimumi jetik, po, që flitet 1.000 euro po shkon 80 edhe 200 nuk u bë. Jo 200, po dhe 200 çfarë është asgjë s'është 200. Jo, e shkolur 200 euro që kur ishte euro 2.3. Po këta gënjejnë tërtit se s'ka kush u thot pse gënjehet. Sepse opozita, ajo është quajtur opozit, që s'ka opozit, po është gjysma tjetër e partisë punës,
nuk ndihet, sepse ti një të një bënde vetë. Kur ishe Sali Berisha, u kryeministër, ishe dhe në urdhëri brendshëm sigurimeve shoqërore që të zbrisin sa më shumë ato vitet e pensionit të qytetarëve. Dhe arrini deri atje sa thoshin, shiko ti e ke, se ka pasur 3 çështje në dorë, pensionesh. Libreza e pensionit e pasur, me vule, me të tëra, jo po unë dyshoj të kjo vula edhe nuk besoj se nuk mund të ta njoh. Prandaj shkon gjykat. Dhe një 3 gjyqje i kam bërë unë.